vazhdojnë jetën të shëndetshëm tek adoptuesit e tyre. Si vepron ju kur një qen tregon ndoshta agresiv gjatë evakuimit? Zakonisht gjithë qenët nuk kanë qejf domethënë që të kenë kontakt me njerëz. Disa janë shumë të dashur dhe janë shumë social, por disa të tjerë nuk është që janë shumë social. Qenët të cilët nuk janë të socializuar me njerëz, ne ju japim kohën e duhur edhe mundohemi në maksimum që ata të ofrohen me ne, edhe besomni që shumicën e rasteve ata qetësohen jashtëzakonisht shumë tek ne edhe nuk shfaqin më shenja agresiviteti, si të tillë trajtohen edhe kalojnë tek adoptues. Domethënë nuk është që ka një qenë që është agresiv, po vetëm janë të stresuar, themi kështu, nga frika atyre se çfarë do të ndodh, nga ajo se largohet prej një habitati edhe kalon tek ne, ajo ka një farë frike që është shumë normale. Një ndodh edhe me qenë me pronar, nëse e merr qenin tënd edhe e çon të veterinari, ai ka më kohë i stresuar, ka më pas rregullimet të emocioneve, reagime të ndryshme, që është shumë normale, mirë po ato kalojnë me kohë dhe besoj që stabilizohen edhe qenë e rrugës. Në disa zona të kryeqytetit vetë se ka fillu kështu evakuimi, tash ku në cilën zonë është rrodha për me evaku qenë? Strategjia ka qenë e tillë përcaktuar nga Kuvendi Komunal, përkatësisht nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, që së pari të fillohet me zonën qendër, zonën 1, siç e quajmë ne, ku përfshin sheshin e qytetit, lagjet për rreth, siç është Dardania, Ulpiana, Qafa, Topani, domethënë lagjet për rreth sheshit. Evakuimi ka filluar që nga muaji shtator, domethënë qenë kanë filluar të largohen aty që nga muaji shtator, edhe vrehet, faktikisht vrehet me sy që numri i qenëve është jashtëzakonisht i vogël, janë vetëm qenë të cilët lëvizin përkohësisht aty, po më qenë rezident të cilët i kanë territorit e tyre në qendër nuk ka. Evakuimi do të vazhdoj, pasi ka përfunduar teknikisht zona qendër, zona 1, do të vazhdojnë duke u hapur në rreth ciklik, duke vazhduar domethënë edhe në lagjet për rreth qendrës, siç janë lagja Bregu i Diellit, Aktoshi, lagja Spitalit e të tjera, duke vazhduar derisa të largohet edhe qeni i fundit të cilin e kemi në qytetin e Prishtinës. A ka kapacitet qendra mjaftueshëm për të gjithë qenët e Ndacak? Një punë e cila fillohet vetëm është e pamundur të kryhet. Domethënë gjithmonë na vjen mbështetja edhe e popullatës, edhe njerëzve të cilët i duan kafshët. Në këtë rast ne kemi gjetur shumë adoptues të cilët janë të gatshëm që të na ndihmojnë, praktikisht se duke menduar se numri i qenëve të cilët i kemi në qytet është jashtëzakonisht i madh, kurse kapacitetet teknike të qendrës tonë janë afërsisht 350 qenë që do funksionalizohen komplet. Mirë po me 350 qenë nuk zgjidhet problemi, kështu që mendimin e adoptuesve, njerëzve të vullnetit të mirë të cilët kanë dëshirë që të adoptojnë spaku një qenë, unë besoj që kjo procedurë do të kryhet edhe secili qenë do ta ketë një kul mbi kokë. A mendoni se kur vjen një pronar dhe dëshiron me adoptu kështu një qen pas evakuimit, e ka më të lehtë ndoshta edhe qeni me u socializu me pronarin, pasi që vetë se e ka bo evakuimin? Praktikisht qeni të vjen një kohë që të ambientohet spaku me qendrën tonë, edhe po ashtu edhe me pronarin, zakonisht njerëzit të cilët kanë vullnetin edhe i duan kafshët, ata shfaqin dashni dhe transmetojnë emocionet e mira tek qeni, që realisht edhe qeni ja konverton në të njëjtën mënyrë. Edhe lidhja atyre është e menjëhershme, ne kemi qenë të shumt, edhe secili që don me adoptu një qen mund me të marrë vizitë, mi pa qenë, mi zgjedh cili i përshtatet më shumë, se kemi parasysh që disa jetojnë në banesa, nuk kanë hapësirë shumë të madhe, përmendoj si përfaqe që qeni të lozë, kështu që mund të marrin një qen më të vogël, një qen më të lehtë kontrollueshëm, kurse një qen i madh ndoshta është më mirë që të ketë edhe një sipërfaqe të oborrit ku ai gjatë ditës mund ta shpenzojë energjinë e tyre, kështu që besoj që secili mund të gjejë një qen përshtatshëm. Sa mendoni që evakuimi i qenëve edhe trajtimi këtu në këtë qendër ka me ndikuar edhe po ndikon në fakt edhe në mirëqenien e qytetarëve të qytetit, edhe sidomos fëmijët ndoshta janë pak më të lehtësuar kështu që nuk janë të rrezikuar tash? Largimi i qenëve nga rruga është spaku bëhet për sigurinë e qytetarëve. E para, kurse e dyta bëhet edhe për sigurinë e qenëve, pasi qenë të cilët jetojnë në rrugë, ata janë të ekspozuar ndaj çfarëdo rreziku. Rreziket fizike, veturat, kamionët, autobus, domethënë jetojnë në zona urbane. Po ashtu kushtet atmosferike, shi, shpesh mund gjejnë ushqim, shpesh dimrit u ngrihet edhe uji, domethënë nuk kanë qasje as në ujin e pishëm që është një gjë shumë elementare,
Kështu që besoj që evakuimi i tyre do të sjellë dobi edhe për njerëzit, siguri që edhe ata të lëvizin më lehtë në rrugë, praktikisht, po edhe që të kenë një jetë më të shëndetshme edhe si të themi, më harmoni me pronarin e tyre, do të kenë shëndetin e plot, ushqimin dhe gjitha këto që i takojnë t'i ketë. Cili kish me qenë një mesazh ose një thirrje që dëshironi m'ia u drejtu gjithë ndjekësve? Qytetarët në radhë të parë duhet t'i falenderojmë gjithë ata të cilët kanë shpreh vullnetin që ta adoptojnë nga një qen e më shumë dhe i kisha ftuar që gjithë qytetarët s'paku të na kontribuojnë dhe të na ndihmojnë që s'paku një qen i cili është pa shtëpi, pa kulm dhe në ta marrin në shtëpi, në ta adoptojnë se do t'ju sjell shumë kënaqësi, shumë energji pozitive dhe besojmë që do të jenë që të dy të lumtur, edhe qeni, edhe pronari i ri i cili e merr atë në përkujdesje. Atëherë, i nderuar, ju falenderoj shumë që ndohet këto informacione me ne dhe shumë suksese edhe më tutje. Faleminderit edhe jush për vizitën. Kaq kishim sa i përket kësaj lidhje direkte, Liliana në studio. Faleminderit shumë Edona, gjithashtu faleminderit